Inida Gjata, e njohur gjerësisht nga publiku si Zhaku, është një nga personazhet më moskokçarës dhe pa komplekse të ekranit. Së fundmi, si pjesë e rrugtimit të saj në Ferma VIP, ajo ka ndarë me banorët e tjerë detaje të panjohura nga jeta e saj personale dhe hapat e parë në karrierë. Gjatë një bisede të qetë me fermerët, Indriti e ka pyetur me kuriozitet se cili është në të vërtetë emri i saj. Kjo pyetje i ka dhënë mundësinë Zhaku të zbulojë historinë interesante që fshihet pas pseudonimit të saj të famshëm. Ajo tregoi se emri i saj i vërtetë është Inida, por vendosi të përdorte emrin e artit Zhaku për një arsye shumë parimore. Duke qenë se rrjedh nga një familje me background të fortë artistik, ajo dëshironte të ndërtonte një karrierë të pavarur, pa u identifikuar apo pa përfituar nga fama e prindërve të saj. Unë e kam Inida, Zhaku e kam emrin e artit se s'doja të identifikohesha me ata të shtëpisë kur fillova. Aktore, mami e regjisor babi, shpjegoi ajo për banorët. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.